Kosova po hyn në ditët vendimtare drejt zgjedhjeve të 28 dhjetorit, një garë që premton tension politik, aleanca të reja dhe një skenë elektorale më dinamike se kurrë. Ndërsa fushata po nxehet, partitë politike po matin terrenin për koalicione të mundshme, duke lënë të hapur skenar që mund ta riformësojnë qeverinë e ardhshme. Ish opozita është futur në betejë me vetbesim të lartë, e bindur se kësaj radhe ka shansin real ta mposhtë Albin Kurtin dhe ta rikthejë ekuilibrat e vjetër të politikës kosovare. Në këtë atmosferë të ngarkuar pritshmërish, zgjedhjet e fundvitit po shihen si një referendum mbi drejtimin që vendi do të marrë në fillim të vitit të ri. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu Kodra, ka deklaruar për ekspoze dhe qytetarët e Kosovës kur të dalin në votime do të vlerësojnë ndryshimet në 5 vitet e fundit, përfshirë cilësinë e jetës dhe sfidat me energjinë elektrike, duke vendosur për një Kosovë pa sanksione dhe të pandar nga Shqipëria, Maqedonia, Europa dhe SBA-ja. Ajo tha se është e bindur që vizioni Bedri Hamzës dhe PDK-s do të jetë vizioni një qeverisje të re, e cila do t'i adresojë probleme të mëdha të qytetarëve dhe nuk të ta lërë vendin në qorçokak. Po para se gjitha shumë besoj se qytetarët e Republikës së Kosovës, të cilët do të votojnë me 28 dhjetor, do të kenë parasysh se për këto 5 vite sa ka ndryshuar pozitivisht jeta atyre, a jetojnë më mirë sot, a kanë paga më të mira, a kanë pensione më të mira, cilat janë barierat me çmimet e energjisë elektrike, barierat me çmimet dhe inflacionin e lartë, pra sa është rënduar jeta atyre, dhe unë mendoj që para këtij vendimi, ata do të vendosin me datën 28 dhjetor, për fatin e tyre politik, për të ardhmen e tyre dhe të familjeve të tyre, për një Kosovë me veprime dhe vendime të parashikueshme, për një Kosovë që nuk vazhdon të jetë në sanksione ndërkombëtare, për një Kosovë e cila nuk është të përqarë që nga Shqipëria, Maqedonia, Evropa e SBA-ja, për një Kosovë që tashmë nuk e ka të ndërprer dialogun strategjik me aleatin ton kryesor, pra kemi nevojë për kthim të lishmërisë, për kthim të funksionalitetit të shtetit dhe kemi nevojë për një qeveri e cila garanton veprime e vendime të pritshme që bazohen nevojat që i kanë qytetarët e Republikës Kosovës. Prandaj unë jam e bindur që vizioni Zotit Hamza dhe i Partisë Demokratike të Kosovës do të jetë vizion i një qeverie të re e cila nuk do ta lë Kosovën në qorsokak, por do të orientohet për ta sanuar gjendjen e rëndë dhe për të marrë me problemet e mëdha që i kanë sot qytetarët e Kosovës, shihni vetëm në qendrën klinike universitare sot përballen me bariera, me mungesën e barnave elementare, ndërkohë që ne kemi një qeveri e cila nuk çon kokën për jetën e rënduar që sot e kanë qytetarët e saj. Më spaku në deklarimet publike të eksponentëve të lëvizjes vetëvendosje dëgjojmë deklarata që lidhen me jetën e qytetarit të Kosovës, sepse i gjithë diskusi është i mbuluar me populizëm dhe përpjekje për manipulim të opinionit publik. Unë du të besoj dhe jam e bindur që 28 dhjetori do të jetë datë që do të ndaj rrugtimin e Kosovës nga mendësia një partie që propagandon e që është në thelb populiste, deri tek veprimet e vendimet e pritshme që do të garantojë mirëqenie jetë më të mirë për qytetarët e Kosovës. Deputeti i LDK-s Krenar Xhaferi ka deklaruar se koalicionet me AKR-n dhe PD-n janë miratuar nga Këshilli i Përgjithshëm i partisë dhe sa e prit që votat e tyre të orientohen drejt LDK-s, pasi siç tha ai përkasin të njëjtës mendësi politike. Xhaferi u shpreh se diaspora ka qenë historikisht në mbështetje të LDK-s dhe sipas tij zgjedhjet e 28 dhjetorit do ta dëshmojnë këtë mbështetje. Edhe në kuadër të Këshillit të Përgjithshëm ne kemi aprovu këto koalicione, realisht edhe me Aleancën Kosova e Re dhe me Partinë e Drejtësisë. Unë pres që të vi vota atyre në lidhjen demokratike, është brenda anijës shpesh për them që koalicionet do duhet të ishin brenda një mendësie politike e cila ecë përpara, kryesisht votuesit e tyre pak a shumë janë edhe përkras në një farë forme edhe të lidhjes demokratike të Kosovës. Jo, unë kujtoj që më shumë është duke krijuar frymën e jehonës që ne kemi diasporën, por në zgjedhjet komunale ne kemi dalë të parët me votë në diasporë.
dhe unë besoj që ky trend do të vazhdojë në zgjedhjet nacionale. Mërgatën nuk duhet ta shohim vetëm për votë, mërgatën duhet ta fuqizojmë edhe në aspektin ekonomik, pra të çelim fronte të punës për ta këtu në aspektin e investimit, sepse kemi një mërgatë jashtëzakonisht fuqishme. Unë kujtoj në këtë pikë do duhet të shihej mërgata jo vetëm për pozicion të votës, por do duhet të shihej që edhe integrimi i tyre në aspektin ekonomik në Kosovë do t'i shërbente edhe ekonomisë Kosovës. Ne jemi përkras jashtëzakonisht të madh të mërgatës dhe në këtë pikë unë kujtoj që këto zgjedhjet e 28 dhjetorit do të dëshmojnë atë që po e themi edhe ne. Ndërsa ish deputeti e AK-s, Shamsedin Dresha i ka kritikuar disa koalicione të fundit, duke i quajtur jo të natyrshme dhe të pakoordinuara programatikisht. Sipas tij, në mënyrë ideale partitë e djathta dhe të majta do të duhet të bashkoheshin në fronte të veçanta, ndërsa koalicionet aktuale janë krijuar më shumë për grumbullim votash sesa për përputhje programore. Po, kjo fushatë është pak më e veçantë, krahasuar me fushatët paraprake për shkak se bloku opozitar pretendon të merr një shumicë më të madhe të votave, pra që vendi të mos jetë në krizë, çfarë ishte herën e kaluar. Për këtë arsye që nga ditët e para veçan pa ato sistemet e aderimit njëri të tjetri, dhe realisht jemi dëshmitar të disa koalicioneve jo të natyrshme, të cilat praktikisht edhe në aspektin programor ndalojnë në mënyrë substanciale. Normale do të ishte sikur partitë e djathta me programe të bashkoheshin në një front të përbashkët dhe të majtat në një front përbashkët, por në këto rrethana çfarë jemi tash lidhur me çdo koalicion të realizuar deri në këtë moment, bëhet fjalë për mos përmbajtje programore, por bëhet fjalë ma tepër lidhje njëri me tjetrin me qëllim të grumbullimit të votës. Publicisti Shkelzen Maliqi për ekspoze, prodhimi Gazeta Blic ka vlerësuar se koalicionet parazgjedhore në Kosovë janë kryesisht pragmatike dhe të natyrshme, duke theksuar se partitë e vogla po kërkojnë mënyra për të kaluar pragun. Ai tha se vetëvendosja po duket në defanziv dhe parashikoi rënje të saj me rreth 5%, duke ulur numrin e deputetëve nga 48 në afër 40. I kom pasi në përdoret pragmatike të natyrshme, se këto partitë e vogla që zakonisht nuk e kalojnë ato pragun, kanë provu gati të gjitha me urahatu, pos nisma socialdemokratike më duket ka me të vjerë, por nështë mundet, nuk dhja mundet ndë mu kyç në një formacion. Po edhe disa parti kanë provu edhe me pas prurje, ka edhe kapërcime prej një subjekti në tjera. Përshtypja është se vetëvendosja me grupacionin e tij është në defanziv. E kanë marrë një grup vogël demokristianët ata në zdia kanë do një pesh, kurse këto tjerat po koncentrohen, ish opozita, dhe mund të ketë pak do një ndryshim të rezultatit. Unë po pres kështu, është ma shumë supozim, që vetëvendosja do të bjenë edhe për 5%. Më thënë, nuk do të ketë më 48 deputet, po edhe ma pak, dikon rreth 40. Dhe hapët një opcion tjetër, si vetë kretë vitin e kem hupë kotë, është dash ma herët të kryet ky proces. Kështu, po rezikojmë se 3 zgjedhje kem pas si vetë me këto lokalet, ndërka që me gjasa do të kemi edhe një parë zgjedhje në pranverë, edhe s'dia atë do të dalim let nga kjo krizë. Tutje sipas Maliqit Albin Kurti po mbështetet kryesisht tek diaspora për të rritur pak votat e vetëvendosjes, por sipas tij kjo nuk ka peshë vendimtare. Ai tha se diaspora nuk voton tërësisht për vetëvendosje, ndërsa LDK-ja ka struktura më të forta dhe historikisht ka patur përparësi tek votat jashtë vendit. Diaspora e llogarisë e ka vetëm një rezervë ku në këto zgjedhjet si vjetshme ka bën një varë përparësie në krahasim me parti tjera. Ajo nuk qënë shumë pesh,
domethënë nuk është diçka vendimtare, po e rrit pak votën e tij. Ai tash po pret se ndoshta për vit 3 vinë ata masovikisht e votojnë këtu, po nuk votojnë krejt për asnjë. Neve që e marrë me statistika, e dim që këto statistikat në vërtet gjithmonë nuk duhet me këqyrë në total. Për shembull, në të diaspora, LDK-ja reorganizume, që ka pas strukturat më të forta më herët, ka pas në zgjedhjet lokale, edhe në ato zgjedhjet më herët, është tregua si, domethënë ka pas përparësi. Dhe nuk është që krejt shkojnë ato të vetëvendosje, por nuk ka Kurti dhe vetëvendosja nuk e kanë ndonjë krejt shpesën e kanë të kjo të diaspora, sepse me populizëm, me ato propagandën se kanë çliru Kosovën për zdyti, si në zveriun, kanë pas efekte të një pjesë e elektoratit. Ish diplomati Avni Arifi ka deklaruar se kryeministri në detyrë Albin Kurti është i varur nga votat e diasporës, pasi atje ende gjen mbështetje për frymën e ndryshimit. Arifi paralajmëroi rrezikun e keqpërdorimit të votës së diasporës, duke theksuar se në zgjedhjet e kaluara pati situata ku vota u manipulua përmes procedurave të lehta në ambasada dhe se kjo mund të përsëritet në mënyrë edhe më masive këtë herë. Në vitin 2020, Kosova ka pas nevojë për ndryshim. Ka pas nevojë sepse tranzicioni gjatë, korrupsioni që ka pas ekzistu, nepotizmi, dyqyre ka pas vetveteu ka pas kriju nevojën për ndryshim. Edhe njerëz që kanë qenë pjesë subjekteve tjera do ishin me ndryshu diçka. Dhe ka qenë një momentum ku Albin Kurti ka qenë i gatshëm, ka qenë aty dhe ka ofruar pikturën e ndryshimit. Tash kanë kalu 5 vjetë, Kosova ka pas që ndryshim ka, po ndryshim negativ, ndryshim jo pozitiv, nuk është përmirësu jeta të qytetarit, po është vështirësu shumë. Kurse në diaspor, ende jetën me atë frymën e ndryshimit, me atë frymën që i hajnë pollavrat e Kurtit, dhe me thonë ku ende maqineria propagandistike e Kurtit është efektive, dhe atje i ka të fokusu krejt energjin, krejt resurset që humbjet që i ka kriju në Kosovë me plotësu me votët diasporës, edhe pse nuk besoj që kjo matematik do të del, çka unë e frikohena është se do të ketë abuzim me votët diasporës, ka pas edhe herën e kaluar, jam i befasu me neglizhencën e partive politike ish opozitare, që nuk kanë reagu për një vot masive të bindjen time të keqpërdorur nëpër ambasada dhe mënyrën e votimit që është bërë. Do më thonë vetëm ju kanë kërku letë njoftim njerëzve në diasporë dhe kanë votu për ta, që është vjelje e votës, jo votim, po vjelje e votës, dhe si duket këto zgjedhje do të kemi shumë ma shumë situatat ngjashme dhe ma masovike ku me çdo kusht do të tentohet që të keqpërdoret vullneti qytetar. Deputetja PDK-s Blerta Deliu Kodre ka deklaruar se partia pret të formojë një qeverisje që do të trajtojë problemet e mëdha të Kosovës. Ajo vuri në duke vizitën e fundit të Bedri Hamzës në Shtetet e Bashkuara, ku tha se për VV-n janë mbyllur dyert në shtëpinë e bardhë dhe në departamentin e shtetit. Sipas deputetës, kryeministri i Kosovës më nuk do të jetë Albin Kurti, por Bedri Hamza. Ne presim që të kemi një qeverisje, pra po e them, e cila është e përgjithshme dhe e cila do t'i trajtoj problemet që i ka Kosova, aq më tepër dua të theksoj faktin që zoti Hamza sapo është kthyer nga një vizitë e rëndësishme që ka pasur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për mua dhe për opinionin publik, një vizitë e munguare, sidomos e eksponentëve të qeverisë fundit, të cilët për shumë vite e kanë haruar derën e Departamentit Amerikan të Shtetit, e kanë haruar derën e Shtëpisë së Bardhë dhe e kanë lënë Kosovën të vetme nga një raport absolutisht tepër i rëndësishëm që ka ndërtuar me vite një komunikim ndërmjet dy shteteve, SBA-s dhe Kosovës. Prandaj edhe nga ky takim, sepse dje ishim në takim me zotin Hamza për të informuar me zhvillimin e takimit, absolutisht është inkurajuese të shohësh kthimin ose mirë them përpjekjet që Partia Demokratike e Kosovës do t'i bëjë për ta kthyer stabilitetin në vend dhe ka një disponim absolutisht jashtëzakonshëm, është një listë e cila do të jetë listë frydhënëse, e cila do të ofrojë në përfaqësim tek qytetarët e Republikës së Kosovës dhe unë besoj që sidomos
mas kësaj situate të rëndë, diku rreth 5 vjeqare, ku Kosova ka stagnuar në gjitha drejtimet e saj, shihni sot i kemi vetëm bizneset private cilat për shkak të rritjes enorme të çmimit të energjisë elektrike janë detyruar që të mbyllin bizneset e të mbesin qytetarët e Republikës Kosovës pa punë, janë me mira probleme cilat sot rëndojnë jetën e qytetarëve të Kosovës dhe sot kemi më shumë se kur ikje të rinjeve nga Kosova që flet për mungesë shpresës dhe mungesë të perspektivës që ata e shohin në shtetin e tyre. Prandaj gjithmonë duke besuar në një njeri i cili është njeri i fjalës, një njeri i cili nuk është njeri i dramave, por është njeri i unifikimit, është njeri i cili për shumë vite ka shërbyer me profesionalizëm kudo që ka qenë, duke respektuar ligjet, kushtetutën e Republikës Kosovës dhe mbi të gjitha, duke u angazhuar për mirëqenien e qytetarëve të Republikës Kosovës, pra unë besoj që Partia Demokratike e Kosovës do të dalë dinjitetshëm dhe do t'jetë triumfuese në këtë betejë cilën ne kemi me datën 28 dhjetor, me që jemi sot para audiencës unë du edhe një herë t'ju bëj thirrje mërgatës që të regjistrohen, sepse me datën 6 përfundon regjistrimi i atyre përfaqësuesve shqiptarëve të cilët jetojnë në Mërgat në mënyrë që ata të bëhen pjesë e votimit. Unë besoj që 28 dhjetori do të jetë datë ku ne një herë mirë do të dalim nga ky ngërsh politik dhe do t'i hapim Kosovës një perspektivë të re. Deputeti i LDK-s, Krenar Gjaferi, ka deklaruar se vota e LDK-s pritet të rritet në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Ai tha se qytetarët duhet të votojnë për një frym që promovon zhvillimin ekonomik, stabilitet dhe marrëdhënie të mira me SBA dhe Europën, duke larguar vendin nga praktikat negative të 5 viteve të fundit. Tu kemi pasë dhe sondazhe në Kosovë edhe realisht të sondazhe fajtor, realisht për këtë proces politika kanë lënë lëvizjen vetëvendosje, shumë pak lidhjen demokratike të Kosovës, dhe në këtë aspekt unë pres që vota e LDK-s të rritet. Unë kujtoj që frymat cilën do të duhet të vinte me 28 dhjetor, do të duhet të vinte një frymë që do të shohim nga Bashkimi Evropian, pra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një zhvillim të vendit dhe jo një mendësi e tillë e cila e ka karakterizuar Kosovën këtu e 5 vjet. Pra ne sot kemi relacione jo të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me shtetet mike evropiane, relacione jo të mira dhe me ndër aktorët kryesor që janë shqiptar në rajon, pra dhe kjo është lëndu e veçmas edhe me partitë politike. Unë kujtoj që Kosova duhet me u qetësu, duhet me pa në aspektin ekonomik, në aspektin zhvillimor, edhe normalisht që presën të zgjedhje të votohen edhe njerëz cilët i frynë kësaj fryme që po them edhe unë. Ish deputeti AK-s, Shemsedin Dreshaj, ka deklaruar se Aleanca do të garojë me programin e vet, teksa shtoi se mbështetja e diasporës për lëvizjen vetëvendosje në zgjedhjet e kaluara nuk ishte e madhe dhe parashikoi se këtë herë votat nga diaspora do të shpërndahen më uniformisht mes të gjitha subjekteve politike. Aleanca herën e kaluar ishte në një koalicion me të cilin nuk kemi fort të kënaqur me rezultatin. Për këtë arsye dhe pastaj ka pas disa hipoteka si në mediat të shkruara dhe në mediat elektronike gjaj se Aleanca nuk e kalon pragun zgjedhor. Realisht Aleanca ka vendosur të testoj veten me program, me cilësi të cilën ne kemi në brenda, që të matemi dhe të dëshmojmë para opinionit publik se Aleanca ka një elektorat stabil, ka një numër stabil të votave, dhe një numër të mjaftueshëm të votave jo ta kaloj pragun, po të përfaqësohet në mënyrë dinjitoze në kuvend dhe jemi shumë të bindur që ne do të jemi pjesë e qeverisjes së ardhshme të vendit. Dëgjoni, ndoshta herën e kaluar, kjo ka qenë vitin 2021, por duhet ju them që në zgjedhjet e kaluar nuk ishte një mbështetje as të madhe nga ana e diasporës në numër të votave të numëruar nga ana e KQZ-s për ato që kanë ardhur në vend. Unë mendoj që mashtrimi që ka ndodhur me diasporën i ka ardhur fundi dhe këtë herë diaspora do të ketë një reflektim krejt tjetër. Ashtu i kemi të gjitha informatat nga tereni dhe unë mendoj që numri i votuesve të diasporës do të ketë një shpërndarje mjaft uniforme në të gjitha subjektet aplikuese politike në vend.
Ish diplomati Avni Arifi parashikon një rënje të mbështetjes për lëvizjen vetëvendosje në zgjedhjet e ardhshme dhe pret një riaranzhim të pozicioneve në Kuvendin e Kosovës, varësisht nga zhvillimi i fushatës dhe ngjarjeve të ditëve në vijim. Rezultati i fundit të lëvizjes vetëvendosje ka qenë jashtëzakonisht i lartë, pa marrë parasysh këtë qeverisjen. 9 muaj blokad shkaktuar nga lëvizja vetëvendosje, mungesa aftësisë për me kriju qeverinë, mungesë partneritetit, blokim të fondeve, blokim humbje të fondeve. Është e natyrshme dhe e pritshme që është e paimagjinueshme që prap një numër kaq i madh njerëzve me votu për izolimin e Kosovës, për blokadat vazhdueshme për Kosovës. Është e pritshme, po besoj që dhe vetë lëvizja vetëvendosje është e vetëdijshme se do të ketë një rënje, e se çfarë rënje do të jetë, ajo të lehta e rënë do të marrët edhe nga fushata dhe nga ajo se çka do të ndodhet venvejëm. Por unë gjithsesi pres një riaranzhim të pozicioneve në Kuvendin e Kosovës. Pra, koalicionet, diaspora, stabiliteti ekonomik dhe vizioni për një Kosovë të fortë dhe të bashkuar janë bërë element kyç të garës, duke bërë që zgjedhjet e fundvitit të duken si një referendumi drejt për drejt mbi kursin e vendit. Çfarëdo që të ndodhë me 28 dhjetor, rezultati do të vendosë sa do të vazhdojë udhëtimi i Kosovës drejt ndryshimit real, apo do të mbetet ashtu siç ka qenë.